Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të komentuar kësaj here për Big Brother VIP Albania. Ju e dini shumë bukur që Big Brother VIP Albania, ky format goxha i suksesshëm, po punohet me një intensitet goxha të lartë. Producentët e këtij formati janë të fokusuar që të sjellin një kast të jashtëzakonshëm. Nga informacione që unë kam arritur të marr deri më tani, do me thënë pritet që të jetë një kast i veçantë, pritet që të jetë një kast ndryshe nga Big Brotherat e tjerë, një kast që në fakt do ta dëshmoj edhe një herë super fuqin e një televizioni që në fakt ka bërë lëmsh një popullat të tërë, që po bën rikthime, që po merr vëmendje, që po pozicionon moderator të fuqishëm në për emisione që ndoshta kanë patur rënje, do të thënë një televizion që lufton goxha shumë për klikime. Çfarë do të ndodh në Big Brother VIP Albania 6? Po përmenden emra që në fakt unë i kam përmendur goxha akoma herët. Do të nisë që nga Alketa Vesiu, moderatorja shumë e dashur për publikun shqiptar. Alketa Vesiu, siç duket për herë të parë në jetën e saj do të bëjë lëvizjen jetësore në karrierë, do të thënë lëvizjen që për herë të parë do të largohet nga televizioni Klan dhe do të pozicionohet në televizionin Top Channel. Çfarë e shtyu produksionin e këtij televizionit për t'i bërë ftesën Alketës dhe për të marrë Alketa rol në Big Brother. Tani, duke e parë energjinë e Ledionit, duke e parë pozicionin e Ledionit si moderator dhe çfarë suksesi Ledioni ka patur, zakonisht moderatorët heqin dorë në momentin kur e shikojnë se gjatë rrugës realizimit të misionit të tyre po ngacmohen pak nga dështimi. Dhe në këtë rast, gjatë gjithë kohës, unë nuk kam parë një Ledion të dështuar, përkundrazi kam parë një Ledion i cili ka patur një rol të rëndësishëm në TikTokun shqiptar, ku çdo thënie e tij, çdo fjalë e tij shndroheshte në meme, dhe sot memet janë ato të cilat bëhen virale dhe ta bëjnë publik emisionin tënd. Alketa Vesiu e shoh më së shumti në rolin e opinionistes dhe pse ndodhi që Alketa të merr këtë ftesë, do të thënë pyetjen që e bëra më parë. Alketa pati një eksperiencë në rolin e opinionistes, një moderatore e cila pothuajse nuk e kishte ndjekur Big Brotherin 24/7, do të thënë 24/7 e kishte ndjekur një ditë para që do të uleshte në atë karike për zëvendësim, por shkathësia e Alketës tregoi që do të thënë me pak ajo mund të tregojë gjëra shumë të mëdha për ato banor dhe mënyrën se si ajo e trajtoi rolin e opinionistes i bëri për vete të gjithë publikun shqiptar. Dhe pikërisht mendoi të gjitha ato meme apo ato viralitete që u bën nga një thënie Alketës, një thënie që mori mbi 10.000, 20.000 lajka, e bëri Alketën që të ketë vërtet një rol të rëndësishëm dhe të jetë e ftuar në këtë spektakël që siç duket do të merr vëmendjen çdo fundjavë. Unë Alketa Vesiu nuk e shoh në rolin e moderatores, sepse Ledioni është i shkëlqyer në këtë drejtim, por e shoh në rolin e opinionistes në krah të Arber Hajdarit, sepse edhe këtë sezon jam shumë i bindur që Arber Hajdari do të jetë pjesë e këtij rrugtimi.